Unë duhet të filloj një falënderim të veçantë për të gjithë ta fëmijët që kanë bërë një punë të mrekullueshme, për mësuesit, për prindërit e fëmijëve që janë këtu, për të tjerëve që mund mos jenë këtu. Kjo është një aktivitet I mrekullueshëm në një vend me një traditë vërtet të trashëguar siç është Bajza. Edhe vendi është shumë I bukur, edhe natyra po e njëjta gjë. Ne pa me këto punimet që kanë bërë tek shkollat. S'mundesh me specifiku që njëna ka punu mirë e tjetra ma dopt, po të gjitha kanë bërë punime të shkëlqyeshme. Punime që nanat edhe gjyshet tona I kanë bërë ndër shekuj. Që bile ka herë edhe me I vesh fëmijët tanë, qoftë edhe I herë në vit, do ishte nësi. Qyte shumë produkte që unë I pash, që unë I maj men, që deri në 90-ën, ne I kena përdorë. Shkon një falënderim I veçantë prej meje, duke vlerësuar edhe ministrinë edhe drejtorinë që e vlerëson traditën, sepse pa të kalume ne nuk kemi të ardhmen. Pra po harrume të kalumen, ne të ardhme nuk kena. Ju uroj gjithë qatë mirë, ju uroj që vazhdimisht të bani punë të mira, njëkohësisht të shkëlqeni edhe në shkolla kudo që t'jeni. Malësorët janë racë, thëmë drejten që një është I knaqën, kudo sot në Evropë, po alam Shqipërinë, shkëlqejnë, ndaqen shkollë, ndaqen sport, ndaqen fushat nëshme, që që jam I binun që të tanë këtë punë të mira edhe ju, nesër dikush mund t'jetë stilist, stiliste, që do kthehet në një personazh të rëndësishëm vetëm për malsinë e madhe, por për krejt kombin shqiptar, e cila është kampione kombëtarit në gimnastik, si shembull për gjithë djemtë dhe vajzat në malsinë madhe. Realisht ne na quajnë si hambar ose si tokë pjellore e sportistave edhe sportisteve. Dhe e them me shumë dashuri, vlerësoj shumë prindërit edhe mësuesit që japin kontribut që fëmijët tanë të ecin në sporte dhe të shkëlqejnë edhe në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë. Një certifikat mirë njohje shkon për Gresa Drogani. Në shenjë vlerësimi dhe mirënjohje për arritjen e shkëlqyer në kampionatin kombëtar të gjimnastikës artistike, duke renditur në vendin e parë në kategorinë plus 15 vjeç dhe përfaqësuar me dinjitet malsinë e madhe në rrjen kombëtare. Ky sukses pasqyron nivelin e lartë të përkushtimit, disiplinës dhe talentit të spikatur sportiv, duke bërë shembull frymëzimi për brezat e ri. Pra, je kampione dhe vazhdo dhe jesh jo kampione kombëtare, po në kombëtare. Suksese. Edhe ty ju dhe tjeve si po punove, mundesh më bë kampion në çdo lloj sportit, se jena rrasë vërtet e hijshme, e fortë edhe energjike. Bravo të të. Ne bëjmë një mesazh shokëve dhe shokëve. Atëherë, si fillim falenderoj për këtë çmim që më keni vlerësua. Falenderoj trajnerët e mi që kanë punu me mu çdo ditë, sidomos Izmir Kashin, edhe familjen time që më kanë ardhur afër. Bravo, po mos I mbaj po kampioni dhe këtu Evropës dhe botës. Dakor? Bravo të.